Lutja e ditës së 25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi muhibban li awliyaik wa mu'adiyan li a'daik mustannan بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين. O Zoti im, më bëj mua në këtë muaj të dashur për miqtë tuaj dhe kundërshtar të armiqve tuaj. Më bëj ndjekës të rrugës së vulës së profetëve tuaj, o mbrojtës i zemrave të profetëve.